Siç bëri të ditur zëdhënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Admir Shabani për televizionin Art, procesi i paraqitjes i qytetarëve të cilët jetojnë jashtë të vendit është duke rrjedhur pa problem deri më tani. Sipas tij, deri tek web aplikacioni i faqes së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë paraqitur gjithsej 1500 qytetarë. 977 flet paraqitje janë të pranuara si të tilla, ndërsa 48 flet paraqitje janë të refuzuara, duke pas parasysh se këtyre flet paraqitjeve u mungon ndonjëri prej dokumenteve të cilët shërbejnë si dëshmi se qytetari gjendet në punë të përkohshme ose në qëndrim jashtë vendit, ndërsa 475 flet paraqitje janë në fazë të përpunimit nga ana e shërbimit profesional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Me 28 tetor do të fillojë shqyrtimi publik i listës zgjedhore dhe do të zgjasë deri më 11 nëntor, ku qytetarët do të mund të shqyrtojnë të dhënat në listën zgjedhore dhe këtë gjë mund ta bëjnë në paraqitjen e tyre në zyrën rajonale të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor për momentin i merr dhe i përpunon të dhënat nga numri i regjistruesve të cilët dëshirojnë që të votojnë me 11 dhjetor, ndërsa sesa shqiptar janë regjistruar për të pasur të drejtë të vote do të shihet pas përfundimit të regjistrimit. Ndërkohë, zëdhënësi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Admir Shabani, bëri të ditur se 39.502 votuesit e kontestuar edhe një herë do të kenë të drejtën që të paraqiten dhe të vërtetojnë të drejtën e votës. Atë procedurë nuk e kryen afër 30.447 persona konkretisht, dhe këto 30.447 persona do të kenë mundësi që edhe një herë duke shkuar në njërën prej zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjithsesi në zyrën rajonale kompetente të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe duke deponu dokumentin e nevojshëm që edhe një herë të munden të regjistrohen në listën zgjedhore, ti konfirmojnë të dhënat të regjistrohen në listën zgjedhore, me çka do t'ju mundsohet edhe e drejta e votës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Qytetarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit do të mund të bëjnë për regjistrimin më së voni deri më 11 nëntor, edhe atë në aplikacionin elektronik të vendosur në web faqen e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, diaspora.sec.mk dhe njëherët në zyrat diplomatike konsullore.